inercinë e asaj që ka ekzistonte deri 3 muaj më parë, ka të bëjë me një panoramë tërësore të asaj çfarë duhet të ndryshojë. Historia ka pasur momente ku Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë pasur përplasjet e tyre, momentet e tyre të keqkuptimit apo të konfliktit politikisht e kanë fjalën. Në Amerika pasur gjithmonë nga ata që kanë menduar që është gjithmonë më mirë që Amerika të dalë nga Europa, pra të tërhiqet prej saj. E po kështu në Europë ka pasur nga ata që kanë menduar që Europa duhet të ketë identitetin e vet, të harrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka qenë gjithmonë diçka që në fund ka mbizotruar. Ideja që siç e ka thënë Kissinger, Amerika pa Europën është një ishull, ndërsa Europa pa Amerikën është një gadishull. Për ta përmbyllur, do të thoja që për mua, spari, jam në një pozitë shumë të rehatshme, sepse nuk jam gjerman. Dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër e një vendi më të vogël, megjithëse jam më i gjatë se Friedrich Merz. Është Friedrich Merz që duhet marrë vendime prej të gjati. E di që në qoftë se unë kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por në qoftë se Merz do ta ketë gabim, në qoftë se udhëheqësit e Evropës do ta kenë gabim, të gjithë ne do të dëmtohemi. Dhe Martin përpara se të vinim këtu, tha dhe më korrigjon në qoftë se të citoj gabimisht. Vendimet e këqija të një udhëheqësi sot paguhen në kosto nga brezi i ardhshëm. Pra, ajo çfarë shohim sot nuk është asgjë krahasuar me atë çfarë vjen. Kështu që, me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për një pamje 360 gradëshe të situatës. Nuk është thjesht diçka që lidhet me forcimin ushtarak. Nuk është thjesht fjala për të hyrë në një garë se kush është më i fortë ushtarakisht, sepse kur dëgjoj gjëra të tilla, për shembull, që le të shkurtojmë fondet për arsimin dhe të prodhojmë më shumë armë, tmerrohem. Sepse ne shpresoj, nuk po kërkojmë të krijojmë një ushtri të madhe e barbarësh, e gjysmë analfabetësh, po kërkojmë diçka krejt ndryshe. Kështu kësaj na duhet që të jemi shumë të guximshëm dhe përpiqemi ta shohim gjithçka në tërësi. Po, është domosdoshmëri të forcohemi ushtarakisht, por diplomacia, çelja e korridoreve të reja dialogut, apo të qenit më pak vetë referent kur flasim me të tjerë jashtë nesh, e të jemi më të vendosur për mënyrën tonë të jetesës. Në fund ditës ne kështu duam të jetojmë, nuk duam të tjerët vendosin si duhet jetojmë ne. Ne duam të jetojmë kështu, por nuk duhet të themi të tjerëve që kjo është mënyra e vetme për të jetuar, sepse në të kundërt do të gjendemi në situata ku do të ishte e vështirë për t'ju përgjigjur një pyetje, dhe kam një pyetje që më tmerron. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus, dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, diçka mbi cilën duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Ndërkohë që nuk ka as pak dyshim që Europa u ngrit për gjën e duhur, duke qëndruar krah Ukrainës. Kjo nuk ka as pak dyshim, por pse ka më pak miq? Dhe nuk po flasim për Rusin, po flasim për miq të cilët nuk janë në këtë pjesë të botës, kështu që është shumë komplekse, shumë ndërlikuar. Por ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën dhe për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota të ishte njësoj, sepse nuk është njësoj. Zoti Kryeministër, faleminderit për këtë këndvështrim prej 360 gradësh. Në fakt, ju përmendët rolin e Shqipërisë
për bashkimin e Europës dhe për projektin europian dhe besoj që gjatë viteve të fundit, nëse mund ta them kështu vetë, është që Shqipëria në fakt ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, duke udhëhequr bashkëpunimin rajonal, por edhe duke rritur ndërgjegjësimin tek udhëheqja europiane që pa Ballkan Perëndimor në Europë, Europa nuk mund të jetë e sigurt, demokratike dhe e pajshme. Dhe unë e di pas kaq shumë vitesh që punoj me ju që ka qenë privilegj që të punonim që Shqipëria ta udhëhiqte këtë projekt. Dhe do të doja që pas edhe një pyetje tjetër, dëshiroja të thoja diçka vetëm në lidhje me një gjë që tha kryeministri, pra jo vetëm nevoja që ka Europa për të bërë modifikime, por edhe diçka shndërruese edhe nga këndvështrimi socioekonomik. Sepse në rast se u referohemi të dhënave të sondazhet të rinor të Parlamentit Evropian, rreth 40% të rinjve, pra pothuajse gjysma e tyre, kryesisht janë të shqetësuar për sa u përket pra strehimit të tyre, rritjes së çmimeve të pronave, por edhe për sa i përket çfarë po ndodh në ambient, në mjedis. Kemi parë disa propozime vitet e fundit për ristrukturimin e tregut të vetëm, zgjerimin e kuadrit ligjor, ndryshimin e tij, të gjitha këto nisma me